Fotot e ish diktatorit Enver Hoxha janë shmangur këtë herë nga ceremonitë shtetërore. Në varrezat e dëshmorëve ku presidenti Bujar Nishani, kryeministri Edi Rama, kryetari i kuvendit Meta e përfaqësues të qeverisë kanë vendosur kurorat me lule, nuk janë shfaqur siç ka ndodhur rëndom të moshuar me fotografitë e Enver Hoxhës në duar. Pas përfundimit të ceremonisë shtetërore, një grup nostalgjikësh të diktaturës komuniste kanë parakaluar në bulevardin kryesor të Tiranës. Më pas, ata kanë marrë rrugën drejt varrezave të dëshmorëve për të kujtuar bashkë me 70 vjetorin e çlirimit të vendit edhe ish diktatorin. Enver Hoxha, komandanti që ka drejtuar luftën nacionale shqiptare. Ai është që ka çliruar vendin. Lavdi. Edhe në shumicën e qyteteve të tjera të vendit, ku është përkujtuar 70 vjetori e janë nderuar të rënët e luftës nacional çlirimtare, simbolet që lidhen me diktaturën dhe me figurën e Enver Hoxhës janë evituar. Në Gjirokastër, Durrës, Fier, organizatorët janë kujdesur t'i pengojnë mbështetësit e Partisë Komuniste në aktivitetet zyrtare. Por në Korçë, disa të moshuar me shallin e kuq kanë mundur t'i bashkangjiten ceremonisë organizuar në varrezat e dëshmorëve nga Bashkia e Qytetit.